Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Kush do të hyjë së shpejti në jetën tuaj? Pra, kush është ky person që do të hyjë shumë shpejt në jetën tuaj, në mënyrë të papritur, që ju nuk do ta besoni? Kush është ky person që do të hyjë në jetën tuaj, krejt papritur? Ky është ky princ i monedhës. Është një person që është pak i fokusuar tek pjesa e bollokut. Dhe treshi i kupave më tregon që ky është një person shumë pozitiv. Dhe pse ju sot jeni e dyzuar në këtë person që do të vijë në jetën tuaj krejt papritur, i qeni fashëm dhe i flisni indujtës tuaj të brendshme, fëmijës tuaj të brendshëm. Sepse ju jeni një person që jeni shumë të zilepsur nga njerëz jashtëm. Kanë shumë zili tek ju, kanë shumë atë pjesën e smirës. Por hëna, në dritën e saj, këta njerëz i verbon dhe juve ju mbron me dritën e saj. Kjo marrëdhënie do të jetë një marrëdhënie shumë e sinqertë. Dhe personi që vjen në jetën tuaj është person i sinqert, shumë i dashur, sepse letra e diellit më tregon që ky person vjen drejt jush dhe në dritën e diellit shkëlqen rrugën për të ardhur tek ju. Transformimi i madh do të bëhet tek ju kur vjen ky person që do të ndryshojë dhe statusin në jetën tuaj. Pra do të kemi një ndryshim statusi, sepse tek ty shikon perandoren, një femër që dhe pse ka pasur probleme në jetën e saj, toksike, nga njerëz të jashtëm, ja ke dalë dhe ti je për të një princesh e monedhës, një femër e realizuar në gjitha anët. Mund të ndodhi me këtë person që vjen papritur në jetën tuaj dhe mrekullira në jetë. Pra, mund ndodhin gjëra të pa imagjinuar në jetën tuaj, kur vjen ky person në jetën tuaj shumë shpejt. Me kë rezonon kjo histori, kjo energji? Me britsjapin, me peshqit, me denin, me peshoren, me gaforen, me vigjëreshën dhe me luanin. Kurse nga gërmat e alfabetit, emër apo mbiemër, mund të rezonojë me gërmën D, gërmën M, I, gërmën E, O, R, T, F, Q dhe gërmën R. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.